Dasma e djalit të ish-kryetares së Kuvendit, Josefina Topalli, ka marrë vëmendje të madhe dhe është bërë menjëherë virale në rrjetet sociale. Kenar Topalli dhe Cindy Marina i dhanë fund beqarisë në fundjavë, në një ceremoni madhështore në Rom. Josefina Topalli ka publikuar në rrjetet e saj sociale foto nga kjo ditë e veçantë për të. Menjëherë në postimet e saj, ndjekësit kanë nisur duke komentuar. Disa e kanë uruar atë për dasmën e të birit, por ka patur edhe shumë komente që kanë vënë në dukje luksin e kësaj dasme. Madje kanë aluduar edhe shifrën që ka kushtuar i gjithë organizimi. Një prej komentuesve madje i bën thirrje Ministrisë së Drejtësisë që të nisë hetimet për paratë e shpenzuara në këtë dasëm, që sipas tij kap shifrën e 500.000 eurove. Ministria e Drejtësisë bëni verifikimet se nuk ka kuptim të bësh dasëm 500.000 euro, shkruan komentuesi.